Mirë, jemi rikthyer në studio dhe po do nisim të maraton intervistash. Pak më herët edhe e prezantuam të ftuarën, por e treguam se çfarë të ndodh me ne në 2026. Duket sikur ne I kemi vendosur vetes individit humanve një ditë nisje që është 1 janari dhe një ditë përfundimi të këtij cikli që është 31 dhjetori. Duket sikur në 1 janari të ardhshëm ne ripërtërim energjitë. Ajo çfarë pritet të ndodhë me ne në 2026 ka shoqërohet me shumë diskutime, janë teoritë konspirative, janë spiritualistët, ata të cilët na paralajmërojnë dhe projektojnë për emocione të forta, kam dëgjuar. Po për mos shkuar tek parashikimet e rreme dhe për mos shkuar tek ato të cilat nxisin frikë në publik, për të shkuar tek një ndoshta përcaktim I asaj që na sjell energjia për 2026. Duke dashur tu komunikojmë diçka të re që I bën kurioz ata të cilët na ndjekin çdo ditë, le t'i japim fjalën një mikeshe shumë të mirë të programit tonë, e cili është Amadea Stefa Mentore. Është kënaqësi Amadea gjithmonë të lidhemi me ty. Të përshëndesim, uroj të kemi qenë të mirë në përcaktimin e tematikës për t'i bërë kurioztar shikuesit, por edhe për të lënë pas ato parashikimet e rreme që ndonjëherë vetëm mbjellin frikë. Atëherë tema e vitit të ri është një temë pothuajse kyçere të gjithë botën, çdo vit, jo vetëm këtë vit. Domethënë që është diçka shumë interesante. Unë them që viti I ri mund të ketë shumë begati tek njerëzimi, sidomos nga ana personale. Kam fjalën? Në qoftë se ne kemi mundësi të lëshojmë se çfarë ka qenë në të kaluarën, që ka qenë në 2025 për shembull. Në qoftë se ne mbajmë barrën ato emocionet, ato ndjenjat e gabuara, ato sfidat akoma në memorien tonë të regjistruar gjithkohën, shumë veta nuk mund të kenë fat në vitin e ri që do të vijë. Sepse ato rrin akoma në të kaluarën, jetojnë në të kaluarën. Çfarë më kanë ndodhur, si ma kanë bërë, dhe në çdo gjë është si ka qenë e kaluara. Kështu që është shumë e rëndësishme për të gjithë personat në dashur me pas fat në çfarë do lloj viti të ri, sidomos në 2026, sepse 2026 është një vit që quhet viti I kalit nga ana kineze, mas të shkurtit që do të fillojnë. Jo në janar direkt, por viti I kalit është si kali që thonë që do të ecësh përpara. Kali nuk shikon djathtë as po ec përpara. Vetëm drejt. Do të thotë ne duhet ecim përpara dhe çfarëdo që të jetë shkruar, I them unë, ec përpara, mos rresh shikon mbrapa se çfarë ka qenë e kaluara. Kjo është shumë e rëndësishme për këtë vit. Mirë, mund të bëjmë një përcaktim se çfarë ndodh në aspektin politik, se ndonjëherë ne e kuptojmë që jo çdo vendim varet nga ne. Atëherë, politika është diçka shumë interesante, sepse politika, unë mendoj që është çdo gjë e manipuluar. Nuk ekziston në asnjë vend të botës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Austri, kudo që jemi, çdo gjë, I them unë, e di pak a shumë se kush do të fitojnë gjithkush. Dhe kjo gjë nuk është më, I them unë, gjë që ne populli kemi mundësi të bëjmë diçka. Ne kujtojmë se kena mundësi të bëjmë diçka, por nuk bëjmë diçka. Aty ku duhet popullit të bëjnë diçka me të vërtetë që të dalin e të thonë, ok, nuk dua asnjëri nga politika, dhe të bëjmë diçka komplet të re, por këtë nuk e merr guximin askush, sepse çdo kush ka atë frikën në mënyrë të pavedishme. Dhe ne njerëzit jemi se ajo që ne duam gjithmonë të përkasim diçkaje, dukemi sikur jemi të humbur nëse nuk I përkasim diçkaje. As bës ç's. I them po ti sikur mos ti përkasësh as kërkujt. Ti je I lirë, e lirë. Domethënë kjo është ajo ndjenja më e bukur, më fantastike që ne njerëzit kemi humbur, se ne gjithmonë jemi të varur nga diçka. Unë për shembull them, kushdo që t'jetë politiku nuk varem nga ata. Me nga mendimi I varjes. Amadea, arsyeja pse ne pyesim është sepse jo më kot në hapit bisedës sam teoritë konspirative. Duket sikur energjia jon po parashikon, po paralajmëron për një luftë të tretë botërore të mundshme. Kjo na shton, kjo na është stërvirur. Mos ndoshta përmes asaj çfarë ne themi, edhe me zë, e tërheqim përmes energjisë sonë? E tërheqim është e vërtetë, por edhe kjo është diçka e shkruar, I them unë. Është edhe ajo thash edhe një herë e manipuluar, prandaj futa atë politikë, mëse folën për politikë, por është e njëjta gjë. Domethënë gjërat janë të shkruara me vite. Njerëzit nuk e dinë këtë gjë. Këto janë planifikuar edhe para disa viteve që të ndodhin, por nuk ka ndodhur dhe janë shtyr disa gjëra. Dhe tani thonë që ky vit do të jetë viti kur energjia do të rebelohet. Domethënë kur energjia rebelohet që njerëzit shpërthejnë. Kuptohet, lufta nuk është gjë e bukur absolutisht,
dhe ne duhet të rrimë të qetë, çfarëdo që të ndodhin, sido që ta kemi thamon vendosin fuqi të mëdha, Amerika, Anglia, Rusia, Gjermania dhe shumë shtete janë të vetëdijshëm, edhe ne në Austri na kanë paralajmëruar, në Angli, në Gjermani, domethënë për lajme, në për televizion, që të përgatitet populli, që të ketë ushqime rezerva, sepse do të fillojnë, mund të jetë mes natës, mund të ndodhin diçka. Në mënyrë kaq të shpejtë që njerëzimi në kohë gjume nga njëherës nuk ja ka ide, nuk është i përgatitur. Domethënë, përgatitja nuk është gjë e keqe, nuk është që t'i shtojmë frikën njerëzimit. Unë nuk mendoj që bëhet edhe për frikë, por nga ana tjetër, më them, njerëzit duhet të rrinë të qetë, jo vetëm nga ana materiale, se kam ushqime në shtëpi dhe jam i qetë. Jo, nuk është vetëm ajo. Njerëzit duhet të rrinë të qetë në zemër. Që çado si thatë edhe ju, energjia mos të eskalohet, sepse nëse populli met i qetë, çfarëdo që të ndodhi, atëherë dhe energjia zbutet. Edhe ndash të arrin lufta, ndash mos të arrin. Njerëzit e zbutin, sepse ne ndikojmë, masa ndikon. Sido që kitë atje jashtë. Gjërat do të vendosen, kuptohet, ne nuk mund të ndryshojmë, por ne mund të ndryshojmë energjinë. Mund të ndryshojmë zbutjen, që njerëzit si në kohën e Covidit e bëjmë ne të zmadhuar, shumë njerëz kanë shkuar kundër njëri tjetrit, ju e dini shumë mirë, dele dhe motra me motrën, vlau me vllain. Kanë filluar të kritikojnë pse ti nuk e bën vaksinën, pse çfarë je duke bërë ti ndryshe nga unë, dhe kanë detyruar nga njëri tjetrin të bëjnë vaksinat. Ka qenë kjo një gjë e mirë? Domethënë, edhe ajo është një pjesë e energjisë, si ne reagojmë në një lloj politike, në një lloj vendime, lufte. Pra qetësia në zemër. Amadea, çfarë mund të themi në këtë energji të re të 2026-s, ku njerëzit supozohet të rebelohen, po mundohem të risjell fjalët e tua. Është viti i mirë për të blerë një shtëpi, është viti i mirë për ndruar një punë, është viti i mirë për të sjellë në jetë një fëmijë. Për çfarë është një vit i mirë ky? Për ta orientuar dhe publikun, apo për mos bërë asnjërin nga këto? Çdo gjë që të bëhet një para sepse është e shkuar. Nëse vjen një fëmijë, nuk ka rëndësi në çfarë viti vjen. Domethënë nëse prindrit do të bëjnë një bebe shoqëroza, domethënë nuk ka lidhje absolutisht, sepse ka lidhje me horoskopin, se që ishte përpara vetjak, domethënë me datën e lindjes të një personi, nuk është thjesht e përgjithshme. Domethënë masa dhe personaliteti i një personi janë gjëra komplet të ndryshme. Fati i një personi dhe fati i gjithë grupit si shoqëri janë përsëri të ndryshme, por të dyja ndikon njëri tjetrën. Domethënë, temat që mund të kena këtë vit, unë mendoj që janë temat e shoqërisë, që të fillojmë të njohim më shumë komshit. Kush të ndrojnë shtëpi, për shkak që thotë nuk dua më të jetoj nëpër qytete dhe dua qik të shkoj në natyrë, mund të jetë edhe ajo një vendim shumë i bukur që mund të jetë këtë vit shumë i mirë, sepse njeriu nuk duhet të jetë gjithmonë me beton, e themon i lidhur, por duhet të jetë i lidhur me natyrën. Dhe kjo gjë na mungon shumë, sidomos qytetet shqiptare, ju e dini vetë, sepse jemi bërë gjithmonë beton, me ndërtesa, me ndërtime, dhe na mungon ajo gjëra jeshile, që njerëzit fillojnë të kërkojnë, jo vetëm këtë vit që do të vijë, po në për të ardhmen, që njerëzit të fillojnë të lidhen njëri me tjetrin jashtë qyteteve, jo brenda qyteteve. E qartë. Amadea, çfarë ritualesh duhet të bëjmë që të kemi një 2026 të mbar? Financiarisht, me shëndet, me karrierë, por kur them ritualet mirëfillta. Është, e para, me datën 21 dhjetor, është një datë shumë e rëndësishme, sepse është holistici dimror, që dita dhe nata janë në 0 dhe pastaj fillon dita mbrapa dhe fillon të zgjatet. Kjo është një ditë energjetike, nga ana e energjisë më e forta në tokën madhe, që është 2 herë në vit, holistici i verës dhe holistici i dimrit. Solstici. Po ta kapim këtë datë, domethënë është shumë interesante, të meditojmë ose të jemi të qetë, jemi të gëzuar, i thamon të pini një çaj me biskota ose një çokoladë nxehtë. Atëherë është një gjë shumë fantastike që influencon komplet vitin që do të vinë. Shumë interesant. E njëjta gjë, me datën 31 para se të mbylleni, pa ndaj vesh sot kuqe, domethënë të veshni diçka të kuqe. Të kuqe. Për persona që duan dashurinë, edhe më falni, edhe veshje të brendshme të kuqe. Po për lek. Kush do lek, e tjeta që se kuqe tregon sukses, dashuri dhe sukses, i ka të dyja. Domethënë kuqja është më shumë edhe për parë, jo vetëm për dashurinë e zemrës. Është ngjyra kuqe që ka një simbol nga ana asiatike. Dhe tjetër që është e rëndësishme është
që ne të mosim shtëpia tona, të heqim rrobat e vjetra, mobilet e vjetra që nuk na duhen më. Për shembull, unë kam filluar tash 2-3 ditë dhe kam filluar të heq përse gjithë teshat që nuk më duhen më. Që ne kujtojmë se do të na vinë, por nuk na vinë më, nuk i përdorim sa vite. Atëherë çori kapin e heqini dhe falni pirakujt për bamirësi, sepse edhe kështu ju ndihmoni me bamirësinë tuaj, ju sjell edhe ajo sukses për vitin që do të vinë. Amandea, po pastrimi i mirë i shtëpisë, pastrimi thellësisht i shtëpisë që bëjnë zonjat, a ka të bëjë dhe kjo me energjinë e mirë? Shumica e bëjnë pastrimin jo në rregull, si duhet bërë pastrimi? Atëherë, nëse marrë tymjanët merren në parë në mënyra të ndryshme dhe në erëza të ndryshme, aq më origjinale aq më mirë, sepse janë të duhen të jenë biologjike dhe jo falso, me ashukimi, me kimikale. Dhe kur bëhet tymis, aty mund ta bësh minimumi 30 minuta. Dhe ta lësh të gjithë dhoma deri edhe në banjo, që aty janë kështu, në gjëra edhe të vogla që ne i shkojmë me se këto skranci, të hapen të gjitha dyert e brendshme. Ky është sekreti. Jo të jashtme. Mas 30 minutash që është bërë komplet të tymosur shtëpia, dhe vendoset një muzikë e bukur brenda këtyre 30 minutave, një muzikë qetësuese, me dashuri, dashuri, paqe dhe harmoni, që një muzikë që sjell mirësi në familje, atëherë hapen dyert, dritaret, çdo gjë, dhe të aeroset komplet shtëpia edhe një herë për 10 minuta, 15 minuta, që të ikun ajo energjia vjetër, dhe të futet pastaj e largojmë. Fantastike. Ndoshta nëse keni dëshirë për datën e vitit të ri, ose me datën edhe 21 mund të bëhet, por data e vitit të ri është shumë e rëndësishme, datën 31. Para se të mbyllet viti, thohet, duhet të hapësh një derë kryesore. Për shembull, derën e hapjes kryesore të apartamentit, të shtëpisë ku jeni, ose të dritares kryesore të balkonit. Dhe të mbyllësh mbasi ka kaluar një qerekore viti i ri, domethënë data 1 janari takon, atë qerekore mbrapa mes natës, të hapësh derën e kundërt. Nëse ke hap derën e parë, përpara duhet të hapësh derën e mbrapme, ose dritaren e mbrapme të shtëpisë që të ikun, domethënë ajo gjë që nuk të duhet dhe të vinë mirësia. Domethënë është diçka shumë interesante, duhet të hapim diçka përpara dhe të mbyllim. Ne tani po bëjmë llogarit Amandea. Të mbyllim këtë përpara. Okej, e sigurt që do ta bëjmë të gjë në shtëpinë tonë. Meqense jemi tek shtëpia, punët e shtëpisë, ritualet, Amandeu, kam një tjetër pyetje kur vjen puna tek enët, filxhanët, ndoshta pjatat, do një enë që ne kemi në shtëpi, por mund të ketë dëmtime, njëra është e gërvishur, tjetra është pak e thyer. Çfarë thot kjo për gjendjen tonë financiare? Çfarë duhet bëjmë me këto enë? E mira është që ti tresim, as mos t'ia falim kujt, sidomos kur janë të ciflosura. Të ciflosura. Se tregon pastrim. Tregon domethënë që diçka është heq nga shtëpia. Duhet domethënë diçka, edhe kur theje gjëja, çfarë njerëzimit bëjnë gabim, bërtasin. Si e thejme dhe i bërtasin fëmijëve ose njerëzve, ose kamarierave, i thënë për disa restorante. Është krejt e kundërta. Do të thotë që diçka e keq është duke u larguar dhe të sjellet mirësia, të vjen mirësia. Dhe ti duhet të thosh shqyr o zot qelsi, shqyr që iku, kaloj me këtë keqe dhe atë gjë kuptohet trete. Hedhe, mos ja fal kërkujt. Çfarë sjellin këto enët e ciflosura? Sjellin fat keq, shpenzime të mëdha, të pakontrolluara? Jo, do të thotë që diçka e keqe do të heqet dhe do ta heqesh. Prandaj mos e mbaj në shtëpi. Kjo është shumë e rëndësishme, është pyetje shumë e bukur, sepse duhet njerëzimit ta gjëra që janë ciflosura mos i mbajnë. Ti tresin. Amandea, duhet të kushtojmë shumë vëmendje ëndrave që shohim në netët e fundit të këtij viti. Marrim mesazhe. Marrim mesazhe nga shpirti, nga pavetdijshme e njerëzimit. Në cilën formë i marrim? Në qoftë ëndrat, sidomos nëse ato janë të përsëritura, atëherë dihet që ka një mesazh shumë të fortë, që si ju vjen një person në ëndër 3 herë, minimumi, për shkak se ka person që i vjen shpesh edhe më shpesh, atëherë dihet që ky person don çlirim, ose don falje nga ty. Don diçka nga ai person. Domethënë duhet ta kuptojmë, për shkak vjen daja, axha, motra, kushdo që të vinë. Atëherë ka rëndësi me faljen. Diçka që akoma nuk e keni mbyllur ju. Si temë. Kur ka një gjë tjetër, kur shikoni duke u grindur, mos e keq kuptoni se çdo gjë kur shikohet ëndrat janë 100% e njëjta gjë, nuk është e vërtetë. Nganjëherë është edhe komplet e kundërta.
Dhe më thënë, kur një shikojmë prindje, do thotë që diçka kemi sqaruar, kemi pas diçka që a dash të flitet nga ana jonë, kemi bërë nëpërmjet pavedijes tonë për ëndra. Do më thënë, janë gjëra... Kur shojmë në këto ditë fundit vitit dikë që e kemi humbur, që është ndarë nga jeta, në kulturën tonë e marrin sikur duhet shkojmë patjetër në Varreza, edhe pse janë ditët e fundit të vitit. Si duhet ta kuptojmë? Nuk jam që të shkojmë në për Varreza, sepse nuk ka lidhje hiç me Varrezat, por pavarësisht se njerëzimi kështu është mësuar, por do thoja ai shpirt ka nevojë ndoshta për paqe, ka nevojë për dashurinë tënde, që ta kujtosh, që ti thuash të dua fort, që ti je pjesë e jetës time. Ne ndajmë botën shpirtërore dhe botën fizike, ndajmë botën e shpirtrave që kanë ikur, dhe ne harrojmë që ato janë me ne, na duan shumë. Nga njëherë bile na mbrojnë si engjëj mbrojtës, si themun, dhe janë pjesë e familjes tonë, gjyshet komplet të dashurit tonë fundja fundit. Në të rrasë duke ti pjesë e kësaj feste. Unë gjithmonë kur jep ushqimin, në mistit sidomos, dhe ushqimin e drekës që e bën për smarit, për Krishtlindje, për vitin e ri, për çfarë do lloj feste, i them i ftoj të gjithë paraardhësit e mi, të dashurit e mi, ta festojnë njësoj si unë këtu në tokën mam, edhe më mirë inshallah, edhe kjo është diçka shumë e bukur, një lidhje që një bën nga ana shpirtërore me ta, dhe nuk i shmangim, nuk i thojmë ju jeni atje dhe ne jemi këtu, jo, jemi bashkë, ju jeni atje, por jeni dhe këtu në zemrën tonë dhe afër nesh. Amadea, sepse jemi kështu në fund të kohës televizive për bisedën tonë, por ne kemi për një profesor në rrjetet tona sociale dhe i kemi ftuar gjithë ndjekësit na shkruajnë se çfarë po shohin në ëndra gjatë kësaj periudhe. Alba me drejt përmendi dikë që mund të ketë ndërruar jetë. Ti kush tjetër kishte komentuar Unaza, në qoftë se shohim Unazën këto ditë të vitit, çfarë do thotë? Nëse unë varet se si e shikon, Unaza është gjë e mirë, është një lidhje e bukur që mund të vinë. Nëse e shikoni Unazën e zezë, domethënë duhet të shkëputesh ndoshta nga një lidhje që nuk është e mirë, i thënë është lidhje me detox. Dhe toksiket duhet sidoqoftë i pastrojmë në mënyrë me dashuri, mundar me dashuri me paqe. Dhe Unaza ka edhe lidhje të tjera që quhet lidhje premtime të gabuara nga njëherë. Nëse ne kemi premtuar dikujt diçka, wow, do të dua për gjithmonë deri kur të vdes dhe ti nuk je me atë person, i ndar, atë duhet atë lidhje, atë premtim ti thuash miru pafshim, më vjen keq, por ne do të jemi të lirë, si ti si unë. Por Unaza ka shumë botë kuptime. Okej, qartë. Amadea, falenderojmë shumë e dashur. Të gjitha ëndra tjera që na i kanë drejtuar në platformat tona sociale, do e zavrojmë në bisedën tonë të ardhshme. Ne të përqafojmë nga kjo studio. Dhe festat gëzuara. Me shpirt gëzuar. Dhe me energji të mira, energji të re, mos harro të heqësh pjatat e ciflosura. Mirë. Të përshëndesim. Ishim Amadea Stefan, mentore, mikeshe programi, ndërsa tani është momenti të shkojmë në një shkëputje dhe kthehemi vetëm pas pak. Do bëjmë tash. Feme.